Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka shprehur ndinjat të revolt ndaj vendimit të gjykatës speciale, e cila sipas saj ka refuzuar kërkesën për lirimin e ish-presidentit kosovar Hashim Thaçi për të marrë pjesë në ceremoninë mortore dhe për t'i dhënë lavdëmirën e fundit babait të tij. Ky vendim është cilësuar nga OVL-UÇK si një shkelje flagrante të drejtave themelore të njerëzit dhe një akt që kundërshton vlerat universale të humanizmit dhe drejtësisë. Të ndalosh një birë që t'i jap nderimet e fundit babait të tij është një akt i dhimbshëm, që cënon dinjitetin dhe ndjenjat më të thella njerëzore, thuhet në reagimin e OVL-s. Tutje është bërë thirrje institucioneve ndërkombëtare, organizatave të drejtave të njerëzit, si dhe institucioneve dhe faktorit politik në Kosovë e Shqipërisë të reagojnë fuqishëm dhe ndërmarrin masa kundër shkeljes së drejtave themelore. OVL-UÇK e konsideron këtë veprim si një akt të qëllimshëm dhe dashakeqë të gjykatës speciale, e cila synon të poshtrojë dhe të degradojë jo vetëm Thaçin dhe familjen e tij, por të gjithë ish-luftëtarët dhe vlerat për cilat ata luftuan, në shenjë ekmarri për mungesën e provave, për inkriminimin dhe dënimin e drejtuesve të UÇK-s. Ndryshe, ceremonia e varrimit të Haxhi Thaçit, babait të ish-drejtuesit politik të UÇK-s, i cili është duke u gjykuar për krime të pretenduara të luftës, do të mbahet më 18 mars në fshatin Mburoj të Skënderajt. Për ndarjen e tij nga jeta kanë shprehur ngushëllim me figura politike dhe personalitetet ndryshme të jetës publike në vend.